Në Selanik është rritur shqetësimi mes autoriteteve dhe sektorit të turizmit pas skenarëve që parashikojnë mbylljen e bazës së kompanisë ajrore Ryanair nga vjeshta e ardhshme. Një zhvillim i tillë do të sillte reduktime të ndjeshme të fluturimeve dhe lidhjeve ndërkombëtare në aeroportin Makedonia. Për këtë çështje është planifikuar një takim online më 5 maj mes përfaqësuesve të kompanisë irlandeze dhe institucioneve lokale me qëllim sqarimin e situatës dhe qëndrimit zyrtar të kompanisë. Më herët kryebashkiaku i Selanikut zhvilloi një mbledhje emergjente me përfaqësues të turizmit dhe institucioneve rajonale, ku diskutuan ndikimi i mundshëm i një tkurrje të fluturimeve në ekonominë lokale dhe sektorin turistik. Bashkia bëri me dije se ka kontaktuar me sekretarin e përgjithshëm të Organizatës Kombëtare të Turizmit në Greqi për të koordinuar veprimet, ndërsa ai ka dërguar një letër edhe ministres së turizmit. Gjithashtu autoritetet i kërkuan kompanisë Fraport Greece, që menaxhon aeroportin, të sqarojë nëse kanë ndryshuar kushtet e bashkëpunimit me Ryanair. Nga ana e saj, Ryanair ka përmendur rritjen e tarifave në aeroportin Makedonia si arsye të mundshme për vendime të tilla, një praktikë që kompania ka ndjekur edhe në raste të tjera në Europë, kur i konsideron disa baza më pak fitimprurse. Raste të ngjashme janë regjistruar më parë në Greqi, si në aeroportet e Hanias dhe Kosit, si edhe së fundmi në Berlin, ku kompania njoftoi mbylljen e bazës duke reduktuar fluturimet me 50% dhe zhvendosur avionët në vende me kosto më të ulta, përfshirë Shqipërinë. Deri tani nuk ka një vendim zyrtar për Selanikun ku Ryanair operon me 3 avion.